Unë s'kam qenë e martuna, edhe baba, nana, vllaznia më kanë në vdek, e mësi jam 100% e verbër, unë s'kom pas banesë teme, shtëpi teme, s'kom pas pare me pagu qiran, as me ble banesë, as me ble shtëpi, as kur gja, edhe qysh me jetu vetë kur je e verbër, e ashtu që merdh puna, gjithçysh me bë punën, me ardhë në shtëpi të pleqve. Kemi dëshirë që më konë pak ma mirë objekti ma i ri, se unë për veti e kam mirë, po ka shoqe që ju mungon pak kështu banjot e senet që shto do gjona që ju duen. Unë ndina e vetmuar që jam e vetme, që nuk kam as babas, nanas, vllaznias, thmijas, veç 2 motra i kam, një më ka dek edhe 2 i kam, që ato, edhe ato për vitri nuk i kam ngat, nuk i kam ofër, nuk muj mu taku me to, edhe më rrin gati, edhe më ka përdore, edhe më bë pytje, edhe më vizitu, kur jam e smut edhe gjitha, e kam respektin shumë të mirë edhe të madhe. Kur ku marrë une, shumë keq u kun. Para 15 vjetëve keq u kun. Krevetat e këqe, jargonat, pa ly dhomat, pa tepër ju mërzitën. Kur mërzitëm shumë, kur ju më konë mas keshti që randëm ka ardhen, psikologja e falenderoj që ka ardhen për çdo ditë më ka thonë qyshia je mirë, e pak ma lete kum pas. A për të shqyqyrë që kjo shtëpi e mujna mu strehu, kem ven, e ashtu që janë njerëz të mirë, na pritin mirë, na folin mirë, kuzhina pak e dobt. Nashta dikush e livdon se u mësu gjithë shka me hungër, ka u kon leksh të shpia vetë, ku e dion e livdon amone i kum thonë kretarit. Nuk ka, kuzhina është tepër e dobt. Mirë shumë, po na pritin që mirë, së këllugja, dërthesha, ketë shumë mirë po na pritin, atë më konë isha mërzita e shnesi, po më kanë silë mirë, më kanë shumë kanë tesh, shumë kanë hekë mërzijin, ketë. Kam marrë për ma mirë këto, më kënaqë, më kënaqë, më kanë përzonë, për së kije, me pësër që më kanë përzonë. A keni fmi? Ja, këm pas dhe gjemë, di që i kaj kam, martuve, di gjemë këm pas, mi kam i treni. Që kom një vetën shëqerë për Zotit, mirë, shka me bo, Zotit e kanë edhe Zotit. Zotit ka marrë, shka me bo. A e mërzit? Ja, mërzit, po, shka me. Më në s'kom nejtë për vetëri, asë njëherë këto më dhamë kanë martë. Ma gjenë, të metë, gjemë të lavit. Aktualisht e kemi një godinë e cila i përket të viteve të 60, sigurisht është një objekt i vjetruar, po për të cilin ne në këto 3 vite kemi investuar jashtëzakonisht shumë që të jetë sa më adapt për ta, sa më i përshtatshëm për ta, në mënyrë që edhe në vendet ku ata qëndrojnë, në dhomat ku ata e bëjnë gjumin, e në vendet në hapësirat e përbashkëta që i ndajnë të jenë sa më komode. Për vitin 2025 buxheti ka qenë 900.000 i dedikuar për shtëpinë e të moshuarve, pak a shumë i njëjtë do të jetë edhe për 2026-ën. Dhe kështu që është po konsideroj është një buxhet i cili do t'i përmbush të gjitha nevojat dhe kërkesat që kanë banorët tonë. Për 2026 planifikojmë, sigurisht ne edhe në këtë vit kemi kërkuar donacione, kemi kërkuar që të ndihmojmë sepse ne tashmë e kemi një plan, e kemi bërë një plan në aspektin arkitektonik për ndërtimin e një shtëpie të re për të moshuarit dhe jemi duke kërkuar donatorë dhe fonde të ndryshme për shkak që ka një kosto goxha të lartë. Aktualisht numri i banorëve që jetojnë në institucionin tonë është 54, 32 janë femra dhe 22 janë meshkuj. Në vazhdimësi është punu, do më thonë edhe kur kemi qenë në kuadër të Ministrisë Mëshirë Sociale, pastaj kur është bërë bashkëdyzimi i Ministrisë Mëshirë Sociale dhe Ministrisë Financave,
Vazhdimsi është punu dhe punohet në ngritjen e kushteve dhe cilësisë standardeve për banorët e institucionit tonë. Ne kemi banorë cilët nuk janë gjendje të mirë fizike, kanë probleme shëndetësore, kanë probleme kronike, do më thonë shëndetësore, reumatizmale, kardiovaskulare. Mirë po na mundohemi i trajtu, kemi edhe mjekët me orar të rregullt. Pastaj është stafi shëndetësor 24 orë që ju ofrohen shërbimet nga ana e tyre. Vendosja e banorëve në institucionin tonë bëhet nga qendrat për punë sociale, të cilat ndodhen në gjitha komunat e Republikës Kosovës. Mirë po komisioni është komisioni caktuar i cili e bën verifikimin e dokumentacionit se a plotësohen kriteret ose jo. Edhe është edhe një panel rezidencial që direkt e shqyrton lantën dhe bëhet vendosja e banorëve përmes këtyre komisioneve.